Sot shqiptarët panë të gjuhën se si kusari I zgjedhjeve dhe matrapazi I votave të opozitës provokuan hapur të madhe të vogël. Saliu dhe Meta sot jo thjesht e mohuan një zëri, shfaqjen e ndyrë që I nxori ashtu siç janë, të zhytur bashkarisht në lumin e hajdutërisë me zë e me figurë, por shkuan më tej, duke u përpjekur ta budalepsin një popull tërë, me broçkulla, montazhesh e trukimesh që pas ka bërë opozita, kur në fakt bëhet fjalë për një dokument me zë e me figurë të publikuar nga institucioni I pavarur fiks fare, që ka marrë dhenë deri në stacionet e mëdha televizive të botës, cilat nuk publikojnë as montazhe as trukime, ky bashkim në lum që ka lindur për të vjedhur Shqipërinë pas vjedhjes zgjedhjeve, vazhdon të mendoj edhe pas asaj shfaqje të nevetshme se ky popull nuk meriton asgjë më shumë se sa kusar e matrapaz në pushtet dhe gënjeshtra, shpifje, mashtrime e balt mbi opozitën. Saliu dhe Meta do të largohen një orë e mparë. Me këtë qeveri të kriminalizuar deri në pikën që të mohoj sy më sy. Dhe jo përpara pak, por përpara gjithë popullit, një shfaqje tronditëse, si ajo që pas Shqipëria e mbar bota, dhe madje të sulmoj e ditë skërmitet opozitës dhe mediat e pavarura si të lidhur me krimin, nuk ka bashkëpunim, po vetëm betejë qytetare, betejë shoqërore, betejë popullore për lirje të drejta që ky vend s'mund t'i lejoj të mbyten në lumin e bashkimit të Saliut me Meta. Faleminderit.